Shfaqja teatrale muzikore Matilda e sjell me dashuri për publikun e vogël nga Teatri Migjeni i Shkodrës në dhjetor të vitit 2024, ka shkëlqyer në edicionin e 5 të festivalit Mbar Kombëtar të Teatrit për Fëmijë, 1-1 dritare që po zhvillohet në qytetin e Beratit. E frymëzuar nga kryevepra e Roald Dahl dhe nën regjinë e Gerti Palalit, kjo shfaqje arriti të rëmbej plot 4 çmime të rëndësishme. Çmimi i parë si shfaqja më e mirë e festivalit, aktoria më e mirë protagoniste Yasemin Çaku, aktoria më e mirë jo protagoniste Hea Loja dhe tematika më e mirë. Matilda erdhi si një bashkëpunim mes aktorëve profesionistë të Teatrit Migjeni dhe talenteve të reja të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtimalia, duke ofruar një kombinim të shkëlqyer të interpretimit të kërcimit dhe këngës. Koreografia mbante firmën e Kozeta Bakiut, një emër i njohur në skenën artistike, e cila rikthehet pas shumë vitesh në Shkodër me emocion të veçantë. Performanca energjike dhe emocionuese e trupës u ndoq me kërshëri nga publiku në sallën e Teatrit të Beratit, ndërsa juria prestigjioze e festivalit e përbërë nga emra të njohur si Ndriçim Xhepa, Luiza Giovanni, Ylka Mujo dhe Mimoza Marianaku vlerësoi lart cilësinë artistike të musicallit. Ky sukses është një dëshmi e nivelit të lartë të krijimtarisë teatrore për fëmijë në Shkodër dhe një nxitje për vijimin e projekteve që edukojnë dhe frymëzojnë brezat e rinj përmes artit.